Protesta e Partisë Demokratike të Opozitës para selisë së qeverisë hyri sot në ditën e 4. Protestuesit kërkojnë zgjedhje të rregullta dhe të garantuara nga një qeveri teknike. Por si shohin analistët dhe studiuesit e politikës këto zhvillime? Korespondenti ynë Iliriana Golli bisedoi me disa analistë të njohur dhe përgatiti materialin në vazhdim. Vëzhgues të jetës politike shqiptare besojnë se nuk është e zakonshme që opozita t'i kërkojë një shumicë absolute në parlament të vetërrëzojë qeverinë e saj dhe t'i përcaktojë se kush duhet të jetë kryeministër. Drejtuesi i Institutit për Studime Politike Afrim Krasniqi thotë se dita e parë e protestës së opozitës ishte normale për demokracinë dhe qytetarët, por në vazhdim doli se ky është thjesht tubimi i parë i fushatës së Partisë Demokratike. Është një përpjekje për të mobilizuar militantë dhe strukturat, për të krijuar një klim tensioni i cili shkon për shtat edhe partive të opozitës dhe për të hequr atë që quhet legjitimitet në zgjedhje kushdo që të fitojë ato. Për të mbajtur gjithmonë një litar që pas zgjedhjeve kushdo që të fitojë zgjedhjet të jetë me legjitimitet të sunguar dhe të lindë drejta kushdo që të mbas zgjedhjet për të dalë përsëri në rrugë për të kontestuar rezultatin e votimit. Por Pale nuk e ngatshme për ta hequr dorë nga administrimi partijak i zgjedhjeve. Kjo është një tregues që Pale nuk e kanë seriozisht atë çfarë thonë në publik. Reformat e mëdha në këtë vend do bëheshin nëse sistemi do ishte shumë i hapur, shumë konkurrues, shumë demokratik, që qytetarët zgjedhin individin, jo listën e partisë, dhe që kandidatët e pavarur dhe partitë e reja të kenë shans të konkurrojnë. Ky sistem e pamundson këtë gjë. Analistët e politikës vërejnë se protesta e opozitës dhe reagimet e shumicës socialiste janë thjesht një rreshtim i forcave përballë njëra tjetrës në prag të fushatës zgjedhore. Që nuk mund vazhdohet më kështu. Ne kemi për disa vitesh demokraci fasad, ne kemi për disa vitesh zgjedhje që bëhen sa për të kaluar radhën, që ndrojnë partitë por nuk ndrojnë qeverisjen, por ta shikojnë këtë si një moment reflektimit të cili nuk e bën gjatë 4 viteve, por tani ka një shans të madh për të qenë me qytetarët, pra për të thënë stop këtij sistemi që siç thash ndron grupet që vinë pushtet, por nuk ndron asgjë për qytetarët. Prandaj nuk e quajtja këtë një protestë që synon ndryshimin, nga këto jemi lodhur, ne kemi qenë dëshmitar bashkë sa protestave, thuhet qytetarëve do vim ne do bëhet ndryshimi se me ardhjen tonë do ndodhi kjo do ndodhi ajo dhe ku jemi, po shikojmë që gjithmonë bëhet keqem keq. Kështu që prandaj thash nuk e shikoj këtë si një protestë për ndryshim, por e kam qenë si një protestë për përmbysje. Kur them përmbysje, kuptoj pra përmbysjen e një mënyre të bërit politik në Shqipëri, ku njerëzit shkojnë të votojnë, numëron dikush tjetër dhe përfiton një pakicë gjithnjë dhe më e vogël njerëzish. Por sipas studiuesit Roland Lami, ky tubim pa afat dhe me kërkesa të mëdha është po ashtu edhe një provokim drejtuar partive të vogla aleate në të dy kampet. Unë e shoh si një manovër politike për të radikalizuar situatën, për të hequr vëmendjen e faktorit ndërkombëtar në lidhje me kërkesën që lidhet me garancinë për zgjedhje, por ndoshta edhe për të parë humorin e partive të vogla që me këtë sistem zgjedhor që kanë aktualisht nuk është se garantojnë votat e elektoratit që ata përfaqësojnë. Dhe reforma zgjedhore nuk gjykoj që është një reformë që duhet anashkaluar apo duhet nënvlerësuar me që është reforma drejtësi. Gjykoj që ka vend për të dyja për të punuar paralelisht. Dhe për sa kohë qeveria nuk zgjedh këtë gjë, po zgjedh vetëm ti mëshoj reformën drejtësi, në krahun tjetër opozita ti mëshoj reformës zgjedhore, bën të mundur që të mos kemi asnjëra as tjetra zbatohet ashtu siç duhet. Por çfarë mendojnë analistët mbi shkëmbimin e akuzave mes palëve se secili kundërshtar po pengon reformën gjyqësore apo atë zgjedhore? Jemi në rrethanat e një qeverie të vet akuzuar. Një pjesë e saj akuzon pjesën tjetër. Pakica e qeverisë akuzon shumicën e qeverisë dhe pastaj bën një pajtim sa për sy e faqe, sa për thënë. Po kjo për mua, për një gazetar me përvojë, është diçka që bie që kundërmon, që mban erë, që duhet ekspozuar në më të paktën e vet. Për mua kjo është arsyeja. Një qeveri nuk e ka më legitimitetin e vetes, legitimitetin e të qenit në rast se vet akuzohet, në rast se 2-3 ministra dalin dhe është një qeveri, unë e di që kjo tingëllon si shumë e fortë, shumë e angazhuar, shumë afër gjuhës së opozitës zyrtare, por është një qeveri e rënë, një qeveri që ka rrëzuar veten. Ndërsa studiuesit dhe analistët vazhdojnë të japin komente nga më të ndryshmet, protesta e Partisë Demokratike të Opozitës para selisë së qeverisë hyri sot në ditën e 4 duke kërkuar zgjedhje të rregullta dhe të garantuara nga një qeveri teknike. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.